Përkthimi i librave të shenjtë përbën një akt të rëndësishëm kulturor dhe përgjithsisht shoqëror. Rëndësia e tyre shkon përtej dimensionit fetar, nga që sikundër dihet, librat e shpallur kanë luajtur rol të rëndësishëm në emancipimin e gjithëmbarshëm kombëtar, kanë formsuar bazat etike të shoqërisë, kanë hapur horizonte të reja të zhvillimit mendor, edukativ, qytetërimor, kulturor, pjesëtarëve të një kombi të caktuar. Përkthimi i librave të shenjtë është datë e rëndësishme në historinë e secilës gjuhë. Ky është një moment i verifikimit kapaciteteve shprehëse të një gjuhe dhe emancipimit të folësve të saj, ndërsa koha e përkthimit rëndom përbën kthesë me rëndësi për proceset me teme të zhvillimit qëndrueshëm, kulturor e identitar. Kjo gjë mund thuhet sidomos për përkthimin e Kuranit fisnik në gjuhën shqipe, marr parasysh edhe strukturën fetare dominuese të folësve të saj. Madje, krahasuar me kohën e pranimit të Islamit si fe nëpër masa mbizotruese në hapësirën etnike shqipfolëse, mund të themi se përkthimi i Kuranit në shqip del disi i vonuar. Pavarësisht se botimi i përkthimit të parë të plot të kuptimeve të Kuranit është i një date të vonshme kundrull jetëgjatësisë së Islamit ndër shqiptarët, përkatësisht i vitit 1985, përpjekjet në këtë drejtim janë të periudhave më të hershme, qoftë në përpjekjet e botimit pjesshëm të përkthimit, qoftë si përkthimet Kuranit lëna ndërshkrim në rend të parë për arsye të njohura historike shoqërore.